Sot kam përballë një nga gratë më të suksesshme edhe më të komentueme në industrinë e bukurisë në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në Greqi. Unë mendoj që të gjithë sot shikojnë suksesin ku ndodhem, por asnjëri s'di netët pa gjumë, stresin që kam kaluar. Suksesi më i madh është Kerola. Një nën për fëmijën mund të bëjë gjithçka. Një femër kur nuk ka një plan B, duhet bëj me do e mos të funksionoj plani A. Në momentin që unë krijoj një produkt të ri, e testoj përpara tek vetja. Nëse nuk do kishte errësirë, ne nuk do vlerësonim dritën, nëse nuk do kishte të keqe, nuk do mësonim të mirën. Si është ajo shpreha që duke ndihmuar dikë që të ngjitet në mal, kemi kuptuar që kemi shkuar dhe në maj. Në 10 vite që jemi në treg, 5 vite ne jemi ke ekselenca e bizneseve më të suksesshme në Shqipëri. 100.000 euro ke harxhu për zhvillim personal. Për veten, për stafin, për vajzën. Asgjë nuk ka tavan. Ti mund të zhvillohesh, mund të krijosh pa limite. Absolutisht asgjë s'është e mjaftueshme. Madje as dashuria që japim dhe marrim është e pashtërueshme. Çdo gjë është e pashtërueshme. Çdo gjë është bollëk. Mjaft për mua nuk ekziston. E vë veten gjithmonë në pozicionin e konsumatorit. Si do ndjehesha unë nëse kisha një problem të tillë. Prandaj e quajta Barbie Botox sepse është një formulë unike për princesha. Ajo shishe nuk është një shishe produkt, por është një shishe me emrin tim. Dhe unë e kam të shenjtë këtë gjë dhe nuk dua që ata njerëz që më besojnë t'i zhgënjej. Mirë se vinin podcastin e suksesit. Si gjithmonë kam dëshirë më sjell njerëz special edhe që kanë bërë një ndryshim në treg, por fillimisht në jetën e tyre. Sot kam përballë një nga gratë më të suksesshme edhe më të komentueme në industrinë e bukurisë në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në Greqi. Ndërtoi një brand nga zero, në moshë shumë të re, punoi 4 punë të ndryshme dhe pastaj vendosi me hap një brand i cili sot është, kur mendoj fjalën bukuri në Shqipëri, më kujtohet Edis Biocare. Mirë se erdhe Edisa. Mirë se ju gjeta Giulio, jam shumë e lumtur që jam këtu, të flasim jo vetëm si biznes, por të kem mundësinë të flas dhe si njeri. Kush është Edisa në të vërtetë? Pas Edis Biocare, pas gjithë këtij suksesit, mira jetë të ndryshuar, sepse në fundit ti ndryshon diçka në brendsinë e femrave që ndihmon, jo thjesht në pamjen e jashtme, si më thon. Por kush është Edisa para Edis Biocare? Edisa është një vajzë 19 vjeçe që gjendej me një fëmijë të vogël në krah, punonte fort për t'ia dalur, më shumë kishte frikë se sa siguri, por nuk kishte kohë ta ankohej dhe nuk kishte një plan B. Një femër kur nuk ka një plan B, duhet bëj me do e mos të funksionoj plani A. Okej, më përmendë fjalën frikë. Edhe the që kishte shumë frikë, edhe pa siguri. Natyrisht. Si e te kalove? Ne nuk mendoj se i te kalojmë plotësisht frikrat tona. I mposhtim ose punojmë me ta, ose merremi me pikat tona më të forta. Nëse merremi me pikat e dobta, ne i bëjmë më të forta pikat e dobta. Nëse ne kapemi tek pikat tona më të forta, atëherë forcojmë asetet tona. Dhe kështu që nuk kisha mundësi dhe zgjedhje tjetër përveç se t'ia dal. Jo vetëm për vete, por edhe për t'i mbi. Cilat ishin hapat e para? Po them para sipërmarrjes. Para sipërmarrjes unë kam punuar në disa punë, dhe duke punuar njëkohësisht studioja estetik dhe kur hapa këtë industri në Shqipëri, kisha 17 diploma në estetik dhe tashmë janë bërë 27 pas 10 vitesh. Studioja paralelisht, e merrja vajzën me vete në shkollë, hapa estetikën time, bashkëpunova dhe me mjek më shumë të kualifikuar në Greqi, më të mirët në Greqi, dhe duke qenë që isha pjesë e panajireve beauty, unë pash që ekzistonte një cilësi europiane ku tregu ton i mungonte. Dhe pika kulminante ku unë vendosa të hap industrinë Edis Biocare në Shqipëri ishte kur imam u smur rënd dhe unë sillja nga Greqia suplimente të ndryshme dhe mjekët komentonin që sa me fat je që ke të tillë cilësi dhe përkujdesesh nga e tillë cilësi. Dhe duke dëgjuar të tilla komente, unë solla në industrinë e kozmetikës Edis Biocare me një cilësi premium që plotson të gjitha nevojat e konsumatorit, por me standarde europiane. A ke pas si planifikim që në fillim që do e sellesh në Shqipëri apo fillimisht e sollën nga nevoja për nanën tane, pastaj the prit një sekond, me që unë po ndihmoj njeriun tim, pse mos ndihmoj edhe njerëz të tjerë? Jo, nuk kisha asnjë plan në këtë pjesë.
Plani im i vetëm, siç thash, nuk kisha plan B, kisha vetëm planin A që e bëra të funksiononte më së miri, të kisha të ardhurat e mjaftueshme për familjen time, për t'i plotësuar kushtet tim bie. Dhe duke punuar studioj edhe estetik dhe gjatë rrugës lindi kjo ide duke qenë që unë njeriu më të afërt timit i solla një cilësi të tillë dhe mungonte në këtë treg, aty më lindi ideja për të sjell Edis BioCare. Në rregull, vendose me fut, si ma thon, linjën tonë të produkteve të bukurisë në Shqipëri. Pikërisht, brandin tim. Unë kam një konceptimin që do të thotë, nuk më pëlqen të punoj për tjerët. Nuk kam gjë me njerëzit që punojnë për të tjerët, sepse edhe për mua punojnë disa njerëz, por nuk dua të flas për një brand të huaj dhe ta reklamoj me aq shpirt pa ditur se çfarë ai brand mbart brenda. Çfarë duke filluar nga lënda e parë, duke filluar nga të gjithë procedurat që të jetë sa më i sigurt dhe sa më delikat të bëj konsumatorin tim të ndjehet mirë me efekte reale, të funksionojë. E more hapin e parë dhe do futem te industria bukurisë. Besoj me shumë dëshirë, me shumë entuziazëm, po pastaj mas i marr hapin e parë, shikon që ka probleme të reja, sfida. Cilat ishin sfidat e para? Unë mendoj që të gjithë sot shikojnë suksesin ku ndodhem, por asnjëri s'di netët pa gjumë, stresin që kam kaluar, por të them të drejtën, ne që jetojmë jashtë shtetit, kemi një gjë, shkojmë atje, na thon shqiptarët, vim këtu, na thon këto grekët, ndonjëherë s'dim si të pozicionohemi. Dhe duke qenë që unë nuk e njihja mirë tregun dhe isha shumë vite jashtë, thash do ta marr si hap, por cilësia dhe qasja ime ndaj konsumatorit dominoi dhe te i kaloj për çmëritë e mia. Çdo sfidë, domethënë të bëhet tani thjesht një balsam, thjesht një krenari për atë çka un kam krijuar në këtë vend. Se ju biznesmen thoni shumë që kam kalu net pa gjumë, vështirësi e tjerë. A mund të më thush konkretisht, një fermer që ka hap një biznes, që janë disa vështirësi që has gjatë rrugës? Së pari duhet të gjej mirë vendin ku do pozicionohet ai biznes, mënyrën se si ai do shfaqet në treg, me sa dinjitet do ta prezantosh atë biznes, mënyra se si do shfaqesh ti, të kesh një qasje dhe një kontakt emocional me konsumatorin, sepse në Shqipëri ka shumë brende të tjera, të cilët mund mos kenë të njëjtin sukses ose edhe më shumë, por ka të bësh shumë mënyra se si ti i afrohesh konsumatorit ton, me sa delikatesë, me çfarë cilësie, të kërkosh cilësinë, të kërkosh lëndën e parë, të nxjerrësh një plan marketingu, si do drejtohesh këtij tregu, sepse je nga hiçi, nuk të njeh askush, po vjen ike fëmijë jashtë shtetit dhe u ktheve një grua. Dhe në momentin që ti vjen dhe hap një brand, si do të besoj ky njerëzim? Si do të besojnë këta njerëz që nxjerrin lekun e vet, djersën e vet nga xhepi i tyre për ta futur në xhepin tim. Dhe unë e vlerësoj me mirënjohje të thellë këtë gjë, kështu që është një përgjegjësi teje mase e madhe kjo gjë. Dhe duke i vënë këto, vetvetiu të krijoj një stres. E gjithë kjo procedura nuk është që ne biznesmenët e themi këtë, por ne biznesmenët kemi një përgjegjësi përpara jush që mund të jeni konsumatorët tanë. Sfidat i kuptova. Tashit flasim pak për anën e bukur, anën e mirë. Cilat ishin momentet e para që the me vete, pritse më duket kjo gjë po funksionon ka? Unë kam thënë gjithmonë që funksionon. Në momentin që unë krijoj një produkt të ri, e testoj përpara tek vetja. Nëse mua nuk më bën punë, nuk e sjell në treg. Është e drejta ime që ta kthej dhe rikthej sa herë të dua atë produkt. Në shumë podcaste që un kam thënë për një produkt eleksir që në kohën e Covidit ndalonte rënjën e flokëve, më thash më pritën elita e kimistëve grek, edhe jam sulmuar, por natyrisht që më pret me tapetin e kuq elita e kimistëve grek, se nga momenti që un paguaj dhe paguaj mirë, ato mua më presin me lutje, kur do vi. Dhe duke qenë që koncepti i disave është shumë i ngushtë, mund të gjykojnë këto që unë mund ta them, por e vërteta kjo është, në momentin që ne paguajmë dhe paguajmë mirë një cilësi për ta sjellur në tregun tan, nuk do të thotë elita e kimistëve grek, gjerman apo në çdo vend të Evropës, sepse shqiptari është kaq i shkatë dhe i zgjuar që mund pozicionohet në çdo vend të botës. Thjesht të ke dëshirën e mirë, me dinjitet dhe sinqeritet për të pasur kontakte të tilla. Edisa, unë e di që si më thanë, edhe nga afër që njihemi, por edhe nga jashtë shikoj që je shumë mirë me veten, shumë happy me punën që ke bërë etj. Jam kurioz me ditë se kjo është një industri shumë e egër.
Si ke raportet me haters, në thojza, me njerëzit që ndoshta të sulmojnë, edhe pa të drejt, por që shohin suksesin tanë, shohin që ti i drejtosh komunitetit, hey goca për shembull, krejt i ke shumë afër domethënë. Po si e ke raportin me këta njerëzit që ndoshta nuk ta donë shumë të mirë? Kam një komunitet shumë të madh që më duan, por jam akoma më shumë mirënjohëse këtyre që s'më duan. S'më duhet, e them dhe publikisht dhe e kam thënë dhe mendojnë se unë e them, domethënë e lënduar nga një koment negativ. Me zor i pres me thënë vërtetën, sepse nuk më duhet të paguaj as Instagramin, as Facebookun që të më promovoj. Një koment i tyre mua më bën virale. I falenderoj publikisht. I kam kaq shumë mirë raportet me veten, sa që një koment negativ i yti apo kujdo tjetër nuk përfaqëson mua, përfaqëson ligësinë në të cilën ndodhet personi apo zilinë në të cilën personi ndjen në brëndinë e vet aty në stomak se si i bëhet një lloj zhurme, edhe do ta shpalosim me një hartim të tillë. Unë e falenderoj shumë, me mirëpres dhe i them të rivin sepse më bëjnë shumë der. A mos ndoshta i provokon edhe pak apo absolutisht jo. Ne po flasim, ti më pyet edhe unë po të përgjigjem. Tani unë çfarë ti them përgjigjes tënde që absolutisht jo, unë vendos një video të cilën kam bërë një podcast, kam folur asaj nga shtëpia vet, apo nuk kam gjë me barit. Një bari mund të jetë atje duke ruajtur delet, edhe më sheh mua duke fol bukur e burr këtu edhe thot, kush e di pse ka arritur kaq lart kjo. Fillon truri vet i bën lojra, fut një mesazh aty, edhe kujton se po më lëndon, as pak. As femër as mashkull. Kështu që i falenderoj pafund shumë dhe jam shumë mirënjohëse, sepse së pari nuk dorëzohem nga këto. Mbase në fillimet e mia edhe mund s'mishte mësuar organizmi, s'kishte krijuar këtë imunitet, po tani që i kam parë benefitet e këtyre gjërave negative, më ka krijuar kaq imunitet, jam kaq mirë me veten sa që nuk më ndikojnë. Flasim pak për biznes. Për biznes po fliqim, po biznes kështu specifik. Qa mendon se ke një ndër gabimet më të mëdha që ke bërë në biznes, ndoshta në fillimet tuaja, nga mos eksperjenca në sipërmarrje etj. Unë jam një tip që investoj. Mund kem investuar edhe në njerëz të gabuar. Por ka që një mësim. Unë asgjë nuk quaj gabim, e quaj mësim. Një njeri nëse nuk dështon, nuk mund të bëhet kurrë suksesshëm. Është siç kemi folur dhe herën tjetër. Nëse nuk do kishte errësirë, ne nuk do vlerësonim dritën, nëse nuk do kishte të keqen, nuk do mësonim të mirën, e kështu me radhë. Asgjë domethënë nuk e quaj që e kam bërë gabim. Unë jam e jashtëzakonshme, çdo gjë e bëj saktë. Okej. Ç'a desha. Ishte një shaka, por e jashtëzakonshme jam. Sakt nuk i bëj të gjitha. Di që ke një intuit shumë të fortë. Por si përmarrëse, a i beson më shumë ose si e balancon pjesën logjike, pjesën e planifikimit për hapat e rrallës, edhe intuitën. Si balancon ose cilën ndjek më shumë? I kam në harmoni të plotë dhe të balancuara këto. Unë jam një person që punoj shumë me veten, si nga ana shpirtërore ashtu dhe profesionale. Dhe duke qenë që këto dy anë unë i kam martuar bashk, njëra ndihmon tjetrën dhe përputhen më së miri. Nuk do të thotë që heci vetëm me intuit, i besoj shumë intuitës, por nga ana tjetër, djathtas kam një fletore me një stilolaps ku eci dhe me numrat, që do të thot pjesa e logjikës, kështu që i kam në harmoni të plotë këto. Jo vetëm në biznes, po dhe në raporte njerëzore. Eci gjithmonë, domethënë, si me intuit, ashtu dhe me llogari. Unë jam kurioz me ditë pjesën e leadershipit tënë, qasjen me stafin. A je një biznesmene tipike në thojza, po themi, që thjesht jep urdhra, apo si më thonë, i jep ato direktivat në biznes, edhe i lë njerëzit lirë me bë punën e vet? Unë drejtoj me dashuri. Në stafin tim ka një energji, një harmoni shumë të bukur, ku orientohet nga dashuria dhe nga dëshira e mirë që të gjithë të ngjisim shkallët. Unë kam investuar së fundmi shumë trajnime për rritjen e stafit. Dhe në Shqipëri ekziston koncepti që po investove tek stafi, të paguash trajnime, dhe jo trajnime, por me njerëz shumë të kualifikuar, jo hajt sa ti mësojmë dhe të bëj dy gjëra, por me njerëz të kualifikuar i trajnoj dhe paguaj për stafin, dhe koncepti që po thoja ekziston në Shqipëri është që po të mëson stafin se do t'iki. Unë di një gjë tjetër, që unë mësoj stafin me aq dashuri dhe besoj në ato që i mësoj. Kjo s'do të thotë, nëse ti do shkosh diku tjetër, do të vlerësohet një lloj. Domethënë, di forcën time të brendshme, forcën time të udhëheqjes me dashuri dhe të leadershipit në këtë lloj forme. Nuk jam ajo punëdhënëse që dua të tregoj pushtet.
Nuk ke nevojë të tregosh pushtet kur ke pushtet. Shumë e qartë. Flasim pak për anën familjare. Gjatë kohës që ke rrit një biznes, ke rrit edhe gocën tënde. Po. Si është më vështirë me rrit një fëmijë, është më e vështirë me rrit një biznes? Bashkë me të u rrita dhe unë. Dhe bashkë me të kuptova se sa e fortë jam. Është suksesi im më i madh është Kerola. Që unë po e programoj dhe po e përgatis të jetë menaxhere ose distributore kryesore e Edis Biocare në Greqi. Nuk është as parat, as bizneset, as emri që unë kam krijuar, sukses më i madh se Kerola. Së pari, ajo është një njeri që zbukuron universin me këmbë tokë. Së dytin, më mësoj se sa e fort jam dhe si mund të luftoj për t'i arritur objektivat e mia. Bashkë për të plotësuar ëndrat e saj, unë plotësova dhe të miat. Si është ajo shpreha që duke ndihmuar dikë që të ngjitet në mal, kemi kuptuar që kemi shkuar dhe në maj. Dhe unë besoj se misioni im është që përveç se të jem një nën shumë e mirë, por të ngre gratë në dukje, në sipërfaqe, dhe prandaj mendoj se vajza ime zgjodhi mua për nën, sepse unë di ta bëj mirë. Dhe nuk është rastësi që unë kam një komunitet grash që më duan kaq shumë dhe më shkruajnë për feedbackun, për rezultatet që më kanë ndryshuar jeta, vetbesimi. Produktet e tona nuk janë thjesht produkte kozmetike, janë aset për të ndryshuar vetbesimin e një femre. Dhe kështu që e vështirë natyrisht që ka qenë, por e kam shijuar sepse paralelisht kam kuptuar sa forcë kam dhe sa mund të arrij. Unë pjesën e justifikimit që kam fëmijë, nuk ja dal dot, nuk punoj dot, nuk mund ta dëgjoj. Dhe ja jap mesazh gjithë nënave të reja, të gjithë gocave që fëmia nuk është pengesë, është arsyeja kryesore për të qenë ti modeli më i mirë i shembullit që ajo të dali një njeri i denj, i mirë në jetë. Kam lexuar një shprehje në internet që thoshte, suksesi në biznes nuk është çfarë arrin nga ana materiale, por kush ti bëhesh për më arrit në atë fazën. Duke ditë gjithë këto aftësitë, gjithë këtë konfidencën që mund ta kesh pas, mund ta kesh ndërtuar gjatë rrugës e tjerë. Mos të ndollt, por sikur po themi falimenton biznesi. Për sa kohë mendon se mund ta ringresh nga zeroja me këto aftësi që ke? Unë e di rrugën e suksesit, kështu që nuk më duhet më shumë se 2 muaj. 2 muaj? Po, unë kam qenë në një periudhë shumë të vështirë që më mbyllën Instagrami, më sulmuan dhe më kërkonin në për WhatsApp, më kërkonin në për rrjetet të ndryshme sociale dhe kjo më emociononte aty ku isha në mërzin time që e përjetova natyrisht sepse ne kemi një faqe të shëndetshme dhe kemi shumë gra të cilat më pyesin edhe pse nuk dal një live dhe interesohen si jam, si ndjehem. Nga momenti që un kam një komunitet të tillë, për 2 muaj un jam po e njëjta Edisa që ekzistoi edhe më parë. Nuk ka për mua falimentim. Nuk falimenton Edisa. Mund të falimentoj një brand, po Edisa nuk falimenton. Kam punuar shumë mirë me emrin tim. Unë shikoj që je gjithkohës aktive në rrjetet sociale. Tash po bëhem shqiptari tipik. Shikoj që ke gjanat. Më ke bërë dhe llogarit? Po. Ja sa ti do dalim. Shikoj që ke gjanat shumë për Terezi. Shikoj kështu dërgesa, si më thon, porosi gjithkohës. Pse rrin akoma në vijën e parë, në frontin e parë? Shikoj gjithkohës live, të shikoj gjithkohës duke dhënë informacione të reja, edukim, ndoshta motivim. Pra ti nuk është se thjesht shet produkte, po ti tamam ke kriju një komunitet që të ndjek. Pse vazhdon akoma ta bësh këtë? Pse nuk marr thjesht një influencer, po themi? Disa do t'i them dhe është shumë e bukur pyetja jote. Ne po bëhemi gati edhe për B2B, ku unë do jem dhe prapa skenave, por unë nuk mund t'i lë ato vajzat, gjithat komunitet që më duan dhe më besojnë, pa i motivuar, pa i dhënë një shije nga Edisa çdo ditë. Nuk më lodh, më ushqen, më motivon. Në momentin që unë futem live dhe më presin me të tillë energji, natyrisht që mua më rrit çdo ditë. Është si një oksigjen që është një dozë që unë kam nevojë ta marr dhe raporti emocional që kam krijuar me to është shumë i bukur. Dhe kështu që nuk është lodhje për mua, prandaj jam në frontin e parë. Por kjo s'do të thotë që gocat nuk i kam po aty pranë vetes, sepse duke qenë që unë po investoj në mënyrën më të mirë të mundshme për rritjen e tyre, i kam nxjerr dhe to në sipërfaqe. Të kuptoj.
Më the që ne nuk shesim thjesht produkte bukurie, po ne ndryshojmë brendësinë e gocave, femrave, Mënyrën se si grave. ndjen. A mund të më thush disa nga mesazhet, si më thënë, më prekse që ke marrë, dikujt që i ke ndryshuar ndoshta komplet jetën? Kam pas dhe vajza që kanë qenë në depresion për shkak të X persone. Në jetë janë dhe këto. Kemi ulje, ngritje dhe çdo njeri. Dhe në momentin që më ka dëgjuar një video, është motivuar së pari të krijoj një vajzë është që unë pash që ajo bënte çanta shumë të bukura me ruaza. Edhe i bëj një koment, as ajo vetë nuk e besoi, se nuk e di pse jap atë përshtypje që është shumë vështirë të më flasësh, është shumë vështirë të flasësh, është shumë vështirë të më afrohesh, ndërkohë që sa hap gojen dhe e kuptojnë se çfarë njeriu jam. Duket kush jam, domethënë se çfarë brumi jam, por në pamje të parë mbase edhe gjykohem. Po anyway, dhe kjo është shumë e mirë është. Dhe kur i shkruajta, as ajo se besoi diçka të tillë dhe mori motivim që ajo të mblidhte forcat e veta. Ishte si një zog i plagosur dhe të bëhet një shqiponjë. Dhe përveç kësaj filloi të përkujdesej për veten. Ishte nga ky model që në Shqipëri fatkeqësisht ekziston akoma që mund të hajnë dhunën psikologjike, larg qoftë s'dua ta mendoj fizike, por dhe psikologjike një lloj është e rëndë. Edhe ishte ky model ku unë mund të bëhem, domethënë, ai shkaku që ajo do dalin sipërfaqe. Nuk jam sulmuar nga burrat, që kur them që gruaja shqiptare është një heroin, aty fillojnë edhe sulmohem, sepse asnjë mashkulli shqiptar toksik, narcist nuk i pëlqen që gruaja ta dëgjojë se sa heroin është. Thot, opa, ma prishi familjen kjo. Mja hapi syt. Dhe në momentin që ai mendon ashtu, normalisht që do të komentoj negativisht, por nuk do punoj me veten që atë lloj krijese mos ta humbasi. Ai ka atë model të mësuar, mbase nuk është defa i tij, vi nga breza para ardhës, por ç'rëndësi ka? Rëndësi ka që vajza e vuan. Dhe kështu që shumë vajza i ka ndryshuar jeta dhe nga ato që ka dëgjuar që të them, nga pjesa e motivimit personal, por dhe nga produktet. Duke filluar të përkujdesi veten, një shpastruar fytyra. Unë kam vajza që më shkruajnë më shbër fytyra si bebe, më shbër fytyra porcelan, më dolën flokët. Por flokët janë gjysma e bukurisë. Gjithashtu dhe gjysma tjetër është lëkura. Pastaj ti dukesh akoma më i bukur edhe nga sjellja, apo kur ke një shpirt dhe një zemër të bukur, por nuk i hym analizës deri në atë, nga momenti që s'kemi një raport të afërt. Njeriu në pamje të parë i hapen dyrët edhe respektohet për atë çka paraqet. Flokë të bukur, fytyrë të bukur, një veshje e pastër, e kështu me radhë. Dhe po, kam pas një ndikim shumë të fuqishëm në gratë shqiptare dhe jo vetëm në këtë lloj aspekti. Cilat mendon se janë disa nga gabimet ose besimet e gabuara të njerëzve në lidhje me produktet e bukurisë? Shumë njerëz nga që janë zhgënjur në faqe të ndryshme sociale dhe nuk ka mbështetje estetike profesionale, mund të gjykojnë në pamje të parë që s'do më bëj efekt. Deri diku kjo më dëmton, por unë nuk jam aty për të bindur askënd. Duhet ta provosh, unë ofroj një shërbim estetik profesional, vajzat i kam të trajnuara gjithashtu në të njëjtën mënyrë, dhe shërbimin estetik konsulton me mua e kanë falas, dhe nuk i detyron asgjë të blejnë, por të paktën do informohen sakt, dhe nëse informimi nuk është i sakt dhe nuk shoqërohet me cilësi, normalisht që përbën një gabim. Unë më larg se sot kisha një kliente nga Italia që më tregon në foto lëkurën, edhe tha kam përdorur shumë produkte dhe kam, më falni për shprehjen, skandal. Por unë nuk do them që vërtet ashtu e kishte, po mirë nuk e kishte. Edhe i bëra një paket, sepse nuk bëhet me një produkt ti të korrigjosh disa defekte të lëkurës apo të flokëve. Do një linjë të caktuar, disa produkte të kombinuara ku përbërësit përshtaten me njëri tjetrin, mund të përshtaten në mënyrë delikate me lëkurë me flokun. Më të thash, edhe më tha, mund më bësh një ulje, i kisha bërë ulje, ndonë të ulje mbi ulje. I thash, jo, nuk mund të bëj ulje mbi ulje, sepse nuk mund të bëjmë dhe kompromis të tillë,
por nga momenti që ti ke bler kaq shumë dhe e ke në këtë lloj standardi lëkurën, i bi që ti do të vazhdosh të harxhosh lek me gjëra të lira. Atëherë, unë nuk po të fus në çmim as konsulton me mua profesionale në WhatsApp, as nuk po të marr çmimin fillestar të produktit, po t'i jap me një ofertë, një paketë, një trajnim një trajtim specifik që të ndihmoj dhe ti të shohësh rezultate. Nëse të vazhdo në të njëjtën linjë, domethënë duke kërkuar gjëra të lira, do kesh të njëjtin problem. Dhe pretendoj që të kem ata klient që duan vërtet të shohin diferencë në lëkurë dhe në flok, se sa të sjell një produkt të lirë apo të bëj kompromis me cilësinë që unë sjell. Nuk dua në një shishe të heq përbërës. Ajo shishe nuk është një shishe produkt, por është një shishe me emrin tim. Dhe unë e kam të shenjtë këtë gjë dhe nuk dua që ata njerëz që më besojnë t'i zhgënjej. Për t'ju përshtatur turmës. Tash në bazë në varësi të problematikave, po le të marrim një problematikë mesatare me lëkurën. Pak a shumë sa kohë duhet trajtim me produktet tuaja që dikush të fillojë të shikojë ndryshim? Shikohet që 2 javët e para ndryshimi. 2 javët e para? Ndryshimi duket që 2 javët e para nëse ti je konsistent me ato që unë të them të bësh, dhe për 3 muaj pastaj fytyra është shumë e pastër. Unë kam një kliente në Kosovë që çdo ditë më dërgon urata, bekime dhe më ka përgatitur dhe dhurata për të më falendëruar dhe më thotë më është bërë lëkura si bebe. Wow. Dhe kjo është shumë e bukur. Kjo është, domethënë, shpërblimi më i mirë që mund të marr. Okej, dikush si më thane, riparojnë, thojza ose e solli, po flas kështu popullor, se e sollin Terezi lëkurën e vet. Ti a do i sugjeroje tash si biznesmene ose businesswoman ti do më thush që të vazhdojnë të përdorin produktet, por që të flasim si më thanë konkretisht, a sugjeron që të vazhdoj edhe mirëmbajtja e lëkurës? Natyrisht. Apo mjafton një periudhë që Natyrisht, po nëse marrim një shembull, me që jemi në këtë kontekstin popullor, marrim një shembull, ushqimin stomaku na e kërkon çdo ditë, ne duam të ham çdo ditë, të kemi energji. Po, edhe lëkurat njëjtën kërkesë ka, si organet e tjera. Nga momenti që ne ushqehemi çdo ditë, apo pim ujë çdo ditë, të njëjtën gjë ka nevojë dhe lëkura, të hidratohet çdo ditë, të ushqehet çdo ditë, nuk është varësi, është mënyrë jetese. Në momentin që ti del në diell pa një krem mbrojtës të mirë, çfarë do të bëj lëkura, çfarë do rezistoj, kujt do i rezistoj? Një dielli që atmosfera e dim se si është? Kështu që nuk ka të bëjë që unë si biznesmene dua t'i shes. Ka të bëjë që ti vërtet e ke nevojë atë produkt. Dhe është mënyrë jetese, është ritual, është për kujdes, është vetdashuri, është kulturë. Nuk ka të bëjë fare me mua. Ke unë, ti vjen se të ka pëlqyer cilësia ime. Nëse nuk vjen ke unë, shko diku tjetër, por ama për kujdesu. Ky është, domethënë, koncepti im. Si ke trajtuar rastet kur njerëzit ose femrat kryesisht kanë qenë skeptike për produktet tuaja, për ti, si më thënë, pasi e kanë provu pastaj produktin. Çka kanë thënë, domethënë, në fillim ishin skeptike, i ke bind për me provu një herë, pastaj çka kanë thënë? Unë nuk mundohem shumë të të bind. Okej. Sepse nga momenti që unë kam cilësinë dhe gjithë kjo zhurmë nuk është rastësi. Se sado që ti investosh ti në marketingun tënd, një herë dy, edhe pastaj tregu të hedh jashtë. Po nuk çe produkti. Natyrisht. Tregu të hedh jashtë, konsumatori nuk rikthehet, sukses është rikthimi i konsumatorit, dhe kështu që duke qenë që nuk mundohem shumë të bind. Edhe kjo u bën shumë përshtypje, sepse në treg ekziston kjo që të bindin fjalë. Unë nuk kam nevojë të bind. Mua më flet vetë produkti, e provove e di që do rikthehesh. Dhe mbasi e kanë provuar, siç të thash dhe më përpara, më vinë hartime, romane, voice, admirime, bekime, urime, e shumë gjëra të tilla. Edhe dhurata presin. Po, dhe dhurata. Jo, kemi marrë dhe dhurata dhe po presin të vinë në Shqipëri të më sjellin dhurata. Kështu që natyrisht që edhe i presim për ato që s'kan sjell akoma, se dhuratat i mirëpret dhe mbreti. Kështu që nuk kemi, domethënë, siklete më tashmë, se kemi punuar edhe kjo pjesë me veten. Deri diku kishim dhe siklet, merrshim dhurata, po tani s'kemi më siklet fare, as me këtë pjesë.
I kemi rregulluar edhe këto bagazhet. Në qo se mund të më japësh një përqindje, sa përqindje klientëve tuja janë, si më thënë, recurring customers, që rikthehen? Ne kemi një database shumë të fuqishme dhe nëse dikush nuk do rikthehet, do të thotë që ka dobësi ekonomike dhe jo dobësi produkti. Okay. Do me thënë, jam shumë e sigurt për këtë. Edisa, a ka ndonjë trend që me syrin tanë si eksperte e shikon si të rrezikshëm, por në fakt është bërë viral edhe gjithë po e bëjnë? Dëgjojmë shumë herë këtë dhe fatkeqësisht është kjo, do me thënë që kjo është trend. Trend është diçka që ty të përshtatet. Për shumë, ka trende që mua nuk i përshtaten në formatit tim. Për mua nuk është trend. Nga momenti që mua nuk më ofron klient, nuk më ofron një imazh të bukur jashtë, çdo të thotë që është trend. Fatkeqësisht këto rrjetet sociale më shumë ndonjëherë bëhen të dëmshme se sa të dobishme. Për punën tonë janë shumë të dobishme, por për konceptin njerëzor, trend. Nuk e kuptoj, domethënë, konceptin trend. Trend për mua është ajo që i shkon formatit tim. Nuk mund të dalë dot nga formati im. Çfarë janë disa nga gjonat që ti ke mësuar për njerëzit gjatë rrugtimit në biznes? Ndoshta edhe për klientat, ndoshta edhe për bashkëpunëtorët etj. Së pari kam mësuar që njerëzit udhëhiqen nga emocionet. Kam mësuar si të vendos barrierat e mia, mos të ndikohem nga emocionet e jashtme të tyre. Të ruaj balancat. Çdo njeri shpreh, siç tham dhe më parë, të mirën dhe të keqen në të cilën ndodhen. Unë menaxhoj mënyrën se si do e përjetoj atë që ti më jep. Unë zgjedh se si ty do të pozicionoj në jetën time, si konsumator, bashkëpunëtor, mik, apo asgjë. Jetojmë në një botë të lirë, jo të gjithë na bëjnë, jo të gjithë na duan dhe jo të gjithë i duam, që mos të themi domethënë fjalë kështu ajri apo me salsa popullorshë, do të thënë dhe kam mësuar shumë mirë si të menaxhoj natyra të ndryshme në orë të ndryshme. A motivohesh më shumë që ose thot dikush nuk ja del dot ose ja del? Mua më thuaj që nuk e bën, e kam bërë. Okay. Po më the këtë se bën ose mos e bëj, e kam bërë. Okay. Kështu që për këdo që dëgjon këtë podcast, thoni Edisës nuk e bën dot. Edhe do të bëj diçka të më thotë nuk e të kundërta. Edisa, unë mendoj që ti se bën dot me çu linjën tonë kozmetike në gjithë Europën. Unë mendoj do ta çoj në Dubai herë. Në Dubai, okay. Pastaj në të gjithë Europën. jam në diskutime sipër për këtë pjesë, Europë dhe Dubai. Okay. Dua të pozicionohem dhe në Dubai. Po, me sa di unë Dubai ka temperatura shumë të larta. Po. A janë rezistente produktet tuaja edhe ndaj temperaturave? Natyrisht se nuk do i nxjerrim nëpër tavolina jashtë, do të jemi në një dyqan kozmetike ku plotson standardet, kondicionerat e gjitha këto. Po mirë, po gjithsesi do dalësh jashtë. Gjithsesi kur e ke apliku. Po, por është fjala kur përdorim një produkt, ne përdorim për mirë që t'i rezistojmë atij dielli, t'i rezistojmë asaj atmosfere dhe të kurohemi njëkohësisht. Pjesa aplikimit dhe pjesa e mirëmbajtjes së produktit janë dy procedura krejt ndryshe. Janë disa produkte tona që unë për efekt efikasiteti them klientëve t'i mbajnë në frigorifer. Sepse çdo gjë e ftohtë që ne aplikojmë në lëkurë, lëkura ka tendencë ta përthithë më shpejt. Okej. Është kjo pjesa e informacionit estetik, edhe kur ti ke studiuar në estetik, mund të japësh një informacion më ekstra konsumatorit ton dhe kjo të bën diferencën në treg. Kush është Edisa kur është vetëm, pa biznesin, pa stafin, pa klientët, pa njerëz rreth e rrotull? Edisa është i njëjti person që është dhe me njerëz, thjesht kur merr hapësirën për veten e vet, është ai person që i vën në një rend përparësie gjërat dhe fik çdo lloj drite të trurit që mund t'i krijoj qoftë dhe një shpërqendrim nga vetja. Merr kohën e vet, rendit gjërat e veta me disiplinë dhe me shumë dashuri tashmë për veten, sepse ne si komp, pjesën e vet dashurisë e kishim si tip mallkimi. Të duash veten, egoiste. Sepse ashtu ishim mësuar që të duhet të donim të gjithë rreth e rrotull përveç vetes. Dhe duke qenë që unë jam trajnuar apo kam punuar shumë me veten në mënyra të ndryshme,
jam ai person që atë kohën time që jam vetëm me veten time, t'i jap shumë dashuri dhe mirëkuptim. Të kuptoj se si më flet trupi, të marr kohë për të shplodhur në mënyrë që të rigjeneroj ide të reja dhe të ruaj balancat me njerëzit në kontakt. Përmende fjalën shplodhje. Sa rëndësishme është edhe si më thënë, sa shpesh e bën këtë gjën. Edhe sa rëndësishme është për një sipërmarrës, jo vetëm për ty personalisht. Para se të punoja personalisht dhe shpirtërisht, më duke i humbje koha, shplodhja. Edhe të haja bukë gjatë. Fix. Mendoja, po humb kohë. Të flija, më vris të ndërgjegja se po humb kohë. Ndërsa tani, marr kohën time me shumë butësi, me shumë durim, sepse shplodhja është çelësi kryesor i suksesit tënd. Nuk do të thotë që ne të punojmë shumë edhe jemi më të pasur. Ne mund të punojmë sakt për të bërë më të pasur. Sepse nëse, siç e thotë dhe mentori im, nëse ti punon shumë orë, ti nuk je sipërmarrës. Ti je punëtor në biznesin tënd. Nuk shijon asgjë. Edhe unë tashmë flë, bëj pushime, haj drek me miqtë e mi, shijoj kohën me njerëzit që unë dua të kem pranë vetes, pa më vrarë ndërgjegja, në mënyrë të shëndetshme, pa u ndjerë në faj. Kjo është shplodhja për mua. Në mënyrë që të rritemi, ne përveç se marrim skills, marrim aftësi të reja etj, ne duhet lëm pas edhe disa gjëra nga vetja. Natyrisht. Cilat janë disa nga gjërat që ti ke humb ose ke zgjell me humb, me lënë mrapa, që të rritesh, si njeri edhe si profesioniste? Do thoja ato që kemi të gjithë shqiptarët, egon e padobishme, egon e duam, por jo për të na bërë dëm. Egon duhet ta bëjmë mik, jo armik. Në momentin që ti nuk je në orët e tua më të mira, unë të vendos egon dhe mos të flas, kjo është jo funksionale, dhe për mua si person, dhe për ty, dhe për gjithë rreth e rrotull. Nëse kam mësuar diçka shumë të bukur nga trajnimet apo nga jetesa ime në Greqi, sepse grekët nuk e kanë egon. Grekët nëse zihen në punë apo qortohen, pas 5 minutash i shikon duke qeshur dhe duke folur. Mbaroi thot ai 5 minuta, aq ishte. Dhe kjo i bën funksional. Dhe gjatë mentorimit kjo më rikujtua që egon e padobishme nuk duhet ta marrim me vete kudo që shkojmë. Na bën jo funksional. Dhe më është dashur ta lë, se me thënë të drejtën, si të gjithë shqiptarët, ne kemi të theksuar dhe unë gjithashtu. Këtë mësim morëm. Sepse ti sheh që akoma dhe një fëmijë që mund të jetë i dhunshëm se atë ka parë në familje, edhe godet një fëmijë tjetër, babai i thot, po ti kur i kishe durët? Dhe kjo është, domethënë, shumë gabim. Kryq gabim. Domethënë, ti e mëson fëmin se si të bëhet i dhunshëm, me ego. Ndërkohë që shumë mirë mund edhe një fëmijë ti ta pozicionosh në atë lloj forme, ta rrisësh në atë lloj forme, ta edukosh në atë lloj forme që shiko se ai diçka po përjeton që nxjerr këtë dhunë. Le ta falim. Nuk po them që të falim dhunën, nuk po promovoj dhunën, sepse nuk do e merrja si shembull, por nuk është gjë e mirë që ne të motivojmë fëmijët tanë të kthehen me dhunë. Është dhe një fjalë butë, një gest i butë që ty mund ta bësh tjetrin që të ndihet në faj për ato që bëre. Edhe më është dashur ta loj egon, po. A të ka ndodhur ndonjëherë me kuptu që në fakt kërkesa e një klientit nuk ishte një produkt, por ndoshta thjesht një mbështetje ose një kuptim nga ana emocionale? Po, më ka ndodhur shumë herë, jo vetëm një herë. Biles mbaj mend një vajzë shtatzan që thjesht donte të pyeste për një infeksion urinar që mua nuk më lidhte fare, sepse ajo do nga ginekologu, nga mjek të posaçëm që të bëj analizat, por thjesht ajo për të më pyetur, për të ndjerë më sigurt, për të ndjerë më qetë, më ka kërkuar një suport të tillë, dhe unë natyrisht që e kam udhëzuar në mënyrën e duhur mjekësore që të drejtohet, por nuk do të thotë që kam shmangur apo e kam injoruar problemin e saj që t'i them nuk është puna jonë. Do me thënë, unë arrogancën e quaj mënyrë të lirë që ti drejtohesh
një shpirt i njerëzor. Të pozicionon shumë të lirë, arroganca. Nuk të tregon arroganca që ti je dikush. Sepse shumë njerëz e ngatrojnë pak të lloj gjëje. Jo, absolutisht, edhe i kam thënë që shiko për kujdesu, të hash shumë fruta, të pish ujë, më thash kremin e diellit pasi lëkura në shtatzani ka tendencë për të krijuar njolla. Okej. E kështu me radhë. Me produktet tuaja besoj që edhe trajtohen, Po, patjetër. njollat që krijon lëkurë gjatë shtatzanisë. Po, sepse janë formula delikate të pastra, bimore, nga një staf i kualifikuar i kimistëve grek. Nuk ndikon diçka tek Absolutisht negativisht, jo. Çfarë është diçka që klientat nuk ta thon kurr, por ti e nuhat, e kupton? S'kam hyrë në një proces të tillë sepse unë nuk jam në biznes për të zgjidhur fjalë kryqe. Jam për të ofruar cilësi dhe çfarë ti e mendon dhe nuk ma thua, është problemi jot më për vetë vlla. Okej. Besoj e ke nis si pasion biznesin. Natyrisht. A ka një moment kur është kthy në përgjegjësi? Përveç pasionit? Jo, përgjegjësi ka qenë që në momentin e parë, Okay. por duke qenë që unë estetikën e dua shumë, e kam dhe pasion. Do të thënë, janë të dyja të ndërlidhura kaq ngushtë, kaq gërshet me njëra tjetrën, sa që nuk mund t'i ndaj, do të thënë, çfarë është pasioni dhe çfarë është përgjegjësia. Përgjegjësi natyrisht që kemi sepse ofrojmë një produkt që tjetër do e vendosin në lëkurë dhe si në të kokës, të fytyrës apo të trupit s'ka rëndësi, duhet një cilësi e mirë, do e vendosi edhe tek fëmijët e vet kremin e diellit që ne ofrojmë apo eliksirin për fëmijë që kanë baby hair edhe nuk i zhvillohen flokët, raste të ndryshme dhe normalisht që ti ke një përgjegjësi shumë të madhe dhe nga momenti që ti del me fytyrë dhe flet me emrin tënd, përgjegjësia është mega e madhe. Nuk është, këtu nuk flasim që po ofrojmë disa produkte dhe hajti shesim. Këtu po flasim që është një njeri që po flet për këtë produkt dhe po përfaqëson veten e vet me këtë produkt. Dhe nga momenti që ekziston ky lloj koncepti, kjo lloj strukture në biznesin tim apo në pasionin tim, në përgjegjësinë time, në këtë industri të bukurisë që un kam zgjedhur të pozicionohem, natyrisht që këto të dyja janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, aq më tepër kur ne kemi një komunitet kaq të gjerë në rrjetet sociale dhe aq më tepër kur ne pozicionohemi 5 vite rresht, në 10 vite që jemi në treg, 5 vite ne jemi ke ekselenca e bizneseve më të suksesshme në Shqipëri, tek 10 më të mirat. Kështu që këtu ke një përgjegjësi, këtu ke një standard. Këtu nuk je thjesht një kozmetik. Sepse kozmetika ka shumë, por të gjitha këto element ty të bëjnë të dallosh në treg. Më the që është edhe përgjegjësi edhe pasion. Ti ke kombinuar të dyja. Me aftësi që ke sot, nëse vendos me hap një biznes të ri, por futesh, si më thon, vetëm për aspektin e biznesit, po ndonjë pasion, thjesht e din që ka, si më thon, potencial ekonomik. A mendon se mund të arrisësh me të njëjtin sukses? Pa përfshi pjesën e pasionit? Unë faktikisht nuk bëj asgjë pa pasion. Asgjë në jetën time. Jam një person që jam emocional, e bëj diçka që dua, akoma dhe të them mirëmëngjes, unë bos ma ndjeu nuk ta them vlla. Nuk ta them sepse nuk më del, më ngec në fyt. Jam një person i tillë që unë çdo gjë që e bëj me dëshirë dhe me dashuri. Por nëse më ofrohet një bashkëpunim, një zgjedhje që nuk ka atë nivel pasioni që unë kam për Edis Biocare, do të patjetër që do heci shumë mirë, sepse unë kam gjithë asetet e mjaftueshme, trajnohem mjaftueshëm, investoj mjaftueshëm tek vetja ime për të qenë në maja. Pyetje tipike shqiptare. Sa lek ke harxhuar në 5 vitet e fundit për zhvillim personal? Se të shikoj gjithkohës në evente, është kështu. Tipikja e disa, kur ti je në një event zhvillimit personal do kesh e disën. Nuk e kam problem që të them që aty pash gjestet e mikeshës time. Mos e trego kështu. Nuk e kam fare problem dhe nëse montohet kjo pjesë dhe Dori tani po mbulon syt. Por realisht në 2 vitet e fundit po kam investuar shumë. Okay. Ti do një shifër kështu në numra? Një shifër pra, son shqiptar jam. Vdesin shqiptarët, vdesin.
tash. Vdesin shqiptarët. Po shiko, Ose me sa shifra është një shpëfat. Shiko që ta heq vetëm ty kureshtjen dhe jo të gjithë atyre që na ndjekin, do të jetë me ekonomistën time. Sa jo mi mban raportet, por kam investuar goxha shumë. Për veten, për stafin, për vajzën, dhe jo vetëm në Shqipëri, por kam investuar shumë. Tani, po të them, 100.000 euro dikujt mund t'i bjerë dhe të fikët. 100.000 euro ke harxhu për zhvillim personal. Po. Edhe mund të them dhe pak, sepse unë jam dhe një njeri që punoj dhe shumë me shpirtin, edhe duke qenë që punoj me shpirtin, kjo hyke zhvillimi personal, po. Edhe kështu që kam harxhuar shumë. Edhe nuk pendohem asnjë moment. Ajo ka vlerë, domethënë. Nuk pendohem në asnjë moment, sepse unë nuk do isha kjo që jam këtu, me këtë lloj bagazhi komunikimi, ti drejtohem një audiencë kaq të gjerë dhe të mbaj një fjalim kaq të bukur, nëse unë nuk do i kisha bërë këtë. Edhe nuk kam nevojë edhe për konfirmim të më thuash nëse është i bukur komunikimi ynë, sepse kuptohet. Zani janë 7 video virale deri tash. Je gjithkohës të bëj gjëra të reja. Po. Ai thunë herë vetes kam arrit mjaftueshëm. Ose ç'është fjala mjaftueshëm për ty? Absolutisht jo, nuk ka mjaftueshëm. Është sikur ti trurit i vësh limite, ndërkohë që asgjë nuk ka tavan. Ti mund të zhvillohesh, mund të krijosh pa limite. Absolutisht asgjë s'është e mjaftueshme. Madje as dashuria që japim dhe marrim është e pashtërueshme. Çdo gjë është e pashtërueshme. Çdo gjë është bollëk. Mjaft për mua nuk ekziston. Është një limit që ne i vendosim kohës, i vendosim trurit, i vendosim zemrës, shpirtit, vetes, njerëzve që kanë dëshirë të na ofrojnë, të na afrohen për të na ofruar diçka nga vetja. Nëse unë them kam arritur mjaftueshëm, vetë energjia ime ka përkufizuar dhe ka vendosur sakun që ti mos të më afrohesh të më japësh më tepër. Asgjë nuk është e mjaftueshme për mua. Të gjitha janë në hapësirë dhe qarkullohen me bollëk rreth meje. Pyetja e preferuar jamja në podcast. Po qëndron përballë pasqyrës, edhe shikon Edisen, por jo Edisen aktuale, Edisen para 10 viteve, në momentet e para kur ke hap biznesin. Edhe ajo po shikon ty. Po shikon sot një femër të arrirë, një femër që po ndihmon edhe femra tjera e suksesshme në biznes, financiarisht, emocionalisht, shpirtërisht e gjitha. Çfarë mendon se do thoshte ajo, duke të pa ty sot? Më kujtohet një video që kam bërë, si ato viralet që përmende, që lë veten e vjetër, merr valiçën dhe ikën një grua më e fortë dhe më konfidente. Janë 2 raporte, duke qenë që unë kam punuar me meditime të thella dhe e ndjej ndryshe dhe e perceptoj ndryshe veten dhe gjërat. Si njëra dhe tjetra janë shumë krenare, si e disa që ishte për ato që guxoi të vinte deri këtu, si kjo që është sot, për atë që pavarësisht që nuk i kishte të gjitha kushtet dhe mundësitë që ka sot, është këtu. Por ajo që nuk do thoja pishman, por që do doja, ti kisha dhënë më shumë vëmendje dhe dashuri në atë kohë, siç i jap sot. Siç di ti jap sot. Vetes. Po. Asaj e disës që e filloi atje me aq guxim, me një fëmijë të vogël dhe duhet t'i jepja më tepër vëmendje dhe dashuri. Por nuk dija. Bëra aq sa dija. Sot jam kjo që jam, fal asaj atëherë. Edhe nuk mund të ndjej përveç se dashuri dhe dhëmsuri për veten, sepse jo mëshira është një frekuencë e ulët, por frekuencë më e lartë është dhëmsuria dhe dashuria për veten. Dhe unë duke parë në pasqyrë reflektim të asaj vajze, me ato lloj asetesh dhe kushtesh që më solli deri këtu, ndjej vetëm dashuri dhe dhëmsuri. Edisa, unë shikoj që ti ke shumë influencë, nuk është thjesht një biznes. Shikoj që ke influencë, njerëz që thrasin në podcaste e tjerë, në evente, awards, që t'japin çmime e tjerë. Pra shikoj që ti ke një influencë. A ka një moment që ti e kuptove, prit një sekond, se s'po bëj thjesht biznes, po me tamam e kam arrit një lloj influencë?
Natyrisht, jo vetëm që e kam kuptuar, por dhe ma thon hapur, për shembull një nga mentorët e mi thotë që ti je një influencë pastër dhe nuk je produkt i një show reality ku mund të kenë shpërthyer skandale. Ti je një produkt i pastër biznesi që ke një influencë të pastër. Dhe ky është një model për të marrë shembull, ma thot shpesh. Dhe unë kam ndier këtë gjë në momentin që vajzat më shkruan, më ktheve tek vetja, më ndihmove me vetbesimin, dëgjova videon tënde dhe mora këto iniciativa, ndryshova këto gjëra, jam më e plot, ndjehem më e përmbushur. Dhe kur unë jam në vende publike dhe më flasin, më njohin, por dhe jo vetëm, më shohin në një lokal, më bëjnë porosi. Kjo do me thënë, nuk mund t'jetë tjetër veç se influencë. Më japi dhe lekët. Okay. Do me thënë, ti shkon t'ulesh dhe hash një darkë, edhe ai vjen ta paguan darkën në mënyrë se do produktet. Okej, unë tani jam mësuar që a energjia ime, a influenca ime nuk e di tani, por jam duke mbledhur nga më vinë. Okay. Për me rrit veten edhe biznesin, a duhet fokusohemi fillimisht thjesht të marrim, apo fillimisht do të mbjellim fara, si më thënë, do të japim nga vetja? Kjo është një pyetje shumë e bukur dhe ti je drejtuar një personi që është shumë dhënës. Dhe unë kam një shprehje timen që të japësh, ti je madhështor. Të marrësh, je thjesht zhvatës. E kupton? Nëse ti nuk jep, nuk mund të marrësh do të mbrapsh. Nëse do një përputhje energjie apo një marrëdhënie nga vetë fjala, marr, jap, marrëdhënie. Kështu që ne duhet të japim në mënyrë që të na rikthehet në çdo lloj aspekti. Nëse ti s'di të duash, nuk do të doj dikush. Nëse ti nuk di të ofrosh, nuk do të ofroj dikush. Ne duhet japim përpara dhe pastaj që të na kthehet. Shumë njerëz, edhe më shumë, unë do ta them popullorësh edhe le të keq kuptohem, ja vendosin fajin të tjerëve, se gjithë dështakët këtë punë bëjnë, fajsojnë tjerët, dhe kjo ishte ajo që le të gjykohem, ja vendosin fajin të tjerëve për mizerjen në të cilën ndodhen, apo në situatën në të cilën ndodhen. No, kjo nuk funksionon. Ti je përgjegjës i fatit tënd, i situatave tua, dhe në momentin që ti nuk jep në mënyrë të barabartë apo më tepër, mos prit të kthehet, askush s'ka për detyrë. Dhe jam shumë precize dhe konkrete kjo gjë. Do me thënë, nuk... Po ato femra që i kanë rrethonat që ndoshta janë në dorën e tyre, për shembull. Se jo gjithmonë është, ose të pakën kështu mendojnë, jo gjithmonë është zgjedhje. Po themin në këtë rast për femrat që janë një situatë vështirë. Unë po flas tani për femrat, unë po flas në tërësi për njerëzit. Meshkuj femra nuk i grupova, por ato femra që nuk i kanë rrethanat janë të lira që në këtë jetë të vetën të marrin vendime vetë për jetën e vet. Okay. Dhe janë disa trauma, janë disa dobësi që i mbajnë të izoluara në një rrethan, por duhet punojnë shumë me trurin dhe veten, se ka situata ku njerëz ne i idealizojmë dhe mendojmë se na shërbejnë. Absolutisht jo thjesht, ajo duke qenë që e shesh shpirtin e vet duke vuajtur dhe mendon se nuk mund t'ia dali dot, ajo automatikisht është e humbur. Nga momenti që nuk është e lumtur, nuk është e plotësuar, po vuan, më keq nuk ka ku të shkojë. Kështu që ajo është përgjegjëse për jetën që zgjedh dhe për vendimet që merr. Pastaj, një punë mund ta gjesh kudo. Nëse ti ke dëshirë, atëherë dyert të hapen. Ky është mendimi im. Çdo kush mund ta mendojë ndryshe. Po. Edhe nëse gjykohem apo kam ndonjë koment negativ, mirë se të vi. Pra e disti po më thuti që në fillim duhet të japim, pastaj të marrim, siç është fjala marrëdhënie. Po unë mendoj që duhet bëjmë një peticion që ta ndryshojmë fjalor. Dhënie marrje, të shem rapa. Shiko, ti ngëllon më bukur marrëdhënie, por ti merr edhe nga dikurit. Po kështu mësu. Po, nga dikurit natyrore, të cilat nëse ne nuk mbjellim diçka, nuk mund të hajmë frutat e asaj diçkaje. Po. Do të thënë, çdo gjë ndodh që ti duhet bësh një punë që të marrësh një rezultat. Dhe nga momenti që ti duhet bësh dhe pastaj të marrësh, kjo të tregon. Edhe pastaj un kam dhe diçka tjetër dhe kam thënë shpesh këtë që ne japim aq sa kemi këtu.
Kjo s'ka të bëj as sa leke, as se çfarë punë bën, as se ç'a niveli social ke, asgjë. Ti sa ke në shpirt, aq mundesh t'i japësh. Aq që ke përkufizuar ti veten sa do japësh. Dhe barrierat i vendos ti të njerëzve që të vinë apo të vetes tënde. Okej. Tash desha me diskutu një problematikë që e kanë shumë njerëz. Kanë shumë dëshirë me dhanë, edhe janë shumë dhënës, por kanë shumë problem me marrë. E kam dhënë. Jo thjesht produkte, po them fizike, por ndoshta edhe dashuri, edhe respekt, edhe një surprizë nga dikush. Është një problematikë që e kanë shumë veta, s'din të thonë faleminderit në kuptimin. Jo faleminderit ditë them, po s'di të marr, kam turp. S'din të marrin, po pra, si faleminderit ditë them shumë, por duhet më vihesh të më japësh një dhuratë deri ta pranoj. Domethënë unë jap shumë, por s'di të marr. Dhe e quaj domethënë, ky është një besim i vjetër që dashje pa dashje prindrit tanë kanë mbjellur. Sidomos tek femrat. Sepse janë gjykuar brutalisht nëse kanë pranuar ndihmë materiale, fundit natyra e femrës, në fundit natyra e femrës është më e brisht. Femra është më e brisht në tërësi. Gjithashtu kjo brishtësi e bën dhe shumë të fortë, por duke qenë që mentaliteti ynë ka qenë goxha i vrazhd, ishte turp të pranoje ndihmë, ishte turp të pranoje anë materiale apo shplodhje fizike. Dhe duke qenë që ky besim i vjetër i ka rrëhet kaq shumë të thella, një ndër këto gratë që duket kaq e fortë jashtë, jam unë që s'di të marr. S'di të marr. Do thuash nuk kam punuar shumë me veten dhe po përpiqem ta zbus këtë besim dhe të pranoj çfarë më jepet. Dhe prandaj kam punuar kaq fort dhe jam këtu ku jam vetëm me aftësitë e mia, por nëse do ishte një energji e ndërsjellë që unë të merrja nga diku, mund të isha akoma dhe më lart. Mund të më kishte përshpejtuar më lehtë rrugën e suksesit. Mund të më kishte projektuar suksese tjera të cilat nuk do më duheshin shumë net mua pa gjumë. Pra, i gjithë kombi shqiptar, sidomos gratë, e kanë këtë problemin e marrjes. Din vetëm të japin, sa ashtu janë mësuar. Për shembull, në kohët e vjetra, gruaja priste, përcillte 20-30 vjet, edhe thoshin këtë shprehjen tipike që unë nuk e duroj dot këtë shprehje. Ja bën shtëpisë tënde. Ja bën shtëpisë tënde respektin. Kujt shtëpie, mureve, të duar trokasin muret kur ti pret 30 vet të cilët nuk të respektojnë lodhjen tënde? Kjo është absurde. Domethënë, duhet jepte, mund të mos kishte për të ngrënë për të, po duhet t'i ofronte të gjithë, ose duhet haj burri. Po pse duhet haj burri? Se kuptoj. Pse nuk duhet haj gruaja? Që është natyrë më e brisht, që ka një fëmijë për të mbajtur në kurriz, që mund të jetë shtatzan. Jo, në pjesa më e mirë duhet t'i kaloj burrit. Ushqimi më i mirë burrit, përkujdesja më e mirë burrit. Po pse? Ore burrat janë shtylla e shtëpisë, tash i haj burri i pari. Dalit punoj sjell ushqimin. Ka shumë burra që nuk kanë nevojë për të qenë shtylla e shtëpisë. Dhe nuk kanë nevojë që një grua të ditë marrë, se t'japin vet, dhe kanë e japin. Po ka dhe nga ato burra që Çajupi ka thënë, burrat në hije lozin ku vendojnë pika që su bie se nga gratë rrojnë. Për atë jam dakord unë. Atëherë, domethënë ka, siç thotë dhe populli, nuk ka pyll pa dera, por shtyllë e shtëpisë duhet të jenë që të dy partnerët, sepse çatia nuk mbahet me një shtyllë. Kështu që duhet ketë një bashkëpunim të ndërsjellët. Dhe duke qenë që ne kemi këto besimet kufizuese dhe shqyqyr që jemi një brez që po ndërgjegjësohemi, po punojmë me veten, të paktën të ngushëllohemi që fëmijët tanë nuk do i kenë këto probleme. Përmende pak më parë fjalën ndihmë, s'din të kërkojnë ndihmë. Sa rëndësishme është për dikë të kërkojnë ndihmë? S'ka rëndësi mashkull femër? Është shumë e rëndësishme. Ne vetëm nuk arrim askund. Nëse ne nuk do kishim një bashkëpunim tani, do me thënë, si industria jote dhe imja, nuk do kishin sukses. Ne nuk mundemi
pa ndihmën e njëri tjetrit. Dhe shumë e rëndësishme të përmendim që ajo ego që nuk na shërben, ta lëm diku në një valiçe të vjetër, dhe nëse duhet i rikthehemi po se besoj. Por është shumë e rëndësishme për të arritur objektivat, për të qenë në majtë të suksesit, ti nuk mund të ngjisësh shkallët vetëm. Nëse ti do të ushqehesh, nuk do ushqehesh vetëm. Dhe kjo frekuencë duhet të jetë kulturë për të gjithë, në mënyrë që ne të arrijmë së bashku. Arrin më shpejt rrugën që ne kemi projektuar për një sukses për veten tonë, duke marrë me vete dhe njerëz të tjerë, duke rritur njerëz të tjerë apo duke i kërkuar ndihmë njerëzve më të rritur se ne. Di që sjell linja të reja gjithkohës, trajtime të reja, a mundesh më thënë cila është sjellja më e fundit? Ne sjellim gjithmonë produkte të reja, por unë do të flas për bestsellerat. Pse zgjedh për këtë? Sepse këto kanë ndryshuar jetën e vajzave. Dhe unë marr një feedback shumë të ëmbël të thoja, një feedback me shumë mirënjohje dhe dashuri, më emocionon, më motivon, më bën njëri më të mirë, më bën ajo e dis që nuk dua të zhgënjej nga momenti që ti më beson. Dhe bestsellerat që ne kemi është terapia e flokëve. Ne kemi quajtur terapia e alopecisë, e cila bën pafund shitje, ka pafund kërkesa, duke filluar nga të dyja gjinit, sepse dhe meshkujt janë ndërgjegjësuar dhe përkujdesen, duke filluar nga të gjitha grup moshat, dhe ne kemi quajtur alopecisë sepse ajo nxjerr flokë dhe në raste të vështira, kur dikush ka alopeci. Unë kam përmendur dhe në podcastet e tjera që kisha një vajzë nga Gjermania dhe nga disa jam sulmuar, po dhe prap nuk më intereson, siç e kam thënë, mua më intereson të ndihmoj ata njerëz që duan të më besojnë dhe të ndryshojnë pamjen e tyre dhe nuk janë të detyruar të më besojnë, por nëse ke nevojë që ti të përmirësosh pamjen tënde, dukjen tënde dhe ke kompleks, atëherë mund të më shkruash, të konsultohesh në mënyrë profesionale me mua dhe me stafin tim dhe të bëjmë procedurën, të bëjmë atë trajtimin me hapa precis konkret që ti të nxjerrësh flok. Sepse disa mund ta përdorin edhe 3-4 herë dhe thot nuk më bëri punë. Natyrisht që s'do të bëj punë. Ajo do një konsistencë që ti ta ndjekësh për një periudhë kohore të caktuar që të kesh flok të shëndetshëm. Dhe kjo terapia e alopecisë ka vërtetuar, duke përmendur dhe rastin në Gjermani, vajza kishte alopeci shumë vjeçare, kishte shkuar në shumë mjek, nuk donte t'i mbillte. Dhe me thënë të drejtën, nuk i thash po, unë të nxjerr flok. Vërtet, kur më solli foto, as unë se besoja që do e bëja me flok, të jam e sinqert. Edhe ajo që kam thënë, çfarë do i bëj? I thash, shiko, e vetmja mundësi që ke është të provojmë disa produkte të fuqishme me një formulë të fuqishme që unë kam. Ajo pranoi, më solli pas 3 muajsh rezultatet e para, më solli pas 6 muajsh, pas një viti, e tani gjithmonë më porosit në Edis Biocare. U bë me flok, u bë totalisht me flok, ndërkohë që kishte vetëm 4-5 pulla flok. Dhe vërtet, realisht, ajo di dhe më dëgjon që unë i thash ngelet vetëm ta provosh. Ke provuar gjithçka, provo dhe këtë. Rezultoi efikas trajtimi dhe ne e sugjeruam dhe në njerëz tjerë në nevojë. Nuk ka mjek të mirë, fantastik ka mjek. Por ndonjëherë, siç thot dhe mjeku, një antibiotik, nëse nuk të bën, do ta ndrojmë me diçka tjetër. Kështu funksionon në çdo lloj gjëje. Sepse nuk mund të japësh siguri se si do reagojë organizmi i tjetrit. Por duke qenë që kjo terapi konkrete ka dhënë rezultate në shumë njerëz, unë përpiqem që ta sugjeroj, sepse e di shumë mirë që rënja e flokëve, mungesa e flokëve krijojnë mungesë vetbesimi. Dhe e vë veten gjithmonë në pozicionin e konsumatorit, si do ndjehesha unë nëse kisha një problem të tillë. Kështu funksionon, domethënë, terapia alopecisë. Përmban 5 produkte që unë jap udhëzime konkrete, precize, profesionale bashkë me stafin në PDF ose në Voice,
me klientin që ka nevojë. Por nuk është vetëm për alopecin, është dhe për nënat shtatëzan që kanë luhatje të hormoneve, është për meshkujt që e kanë dhe nga gjenetika, është dhe për fëmijët që kanë baby hair. Mund të kombinojmë nga këto produkte, ndoshta më pak jo të pesta, por shërbejnë për gjitha grup moshat dhe të dyja gjinit. Ndërkohë që gjithashtu një produkt bestseller është Magic Filter. Magic Filter është shurup dhe krem. Quhet filtri magjik sepse u fol për filtrat e rrjeteve sociale, të cilat do i heqim, dhe kupton që duke përdorur filtrat e rrjeteve sociale, njerëzit kanë një farë mungese të vetbesimit dhe mund të kenë defekte të lëkurës, më thash. Dhe për këtë arsye, duke qenë që flitesh kjo, dhe në çdo epokë e vështirë mua më jep një ide të re, si eleksirin atëherë me Covidin, ishte mungesa e filtrave. Unë solla Magic Filter, i cili është i pasur me niacinamide, me ekstraktet e qershisë së egër, me proteinat e perlës, plur diamanti, e shumë përbërës të acid hyaluronik, më thash, ka një gamë të gjerë përbërësish, të cilët kontribojnë në pastrimin e lëkurës në thellësi, në ngushtimin e poreve dhe zhdukjen e rrudhave. Dhe ky set është bërë bestseller sepse vetë klientët e kanë bërë bestseller, e kanë marrë dhe rimar, saj që unë nuk ndjehem vetë se mirënjohëse për besimin e tyre dhe krenare për veten. Nuk mund të lë pa përmendur vitaminën C, e cila jep një pamje shplodhëse edhe shumë orë pa gjumë të kesh, dhe jep shkëlqim, zbeh njollat. Është një produkt që unë e dua shumë dhe përveç se më jep freski, shplodhje, më jep atë zbehjen e njollave që mund të krijoj dielli, që fatmirësisht nuk kam sepse e mbroj lëkurën me kremin e diellit 50 SPF, por ka një efekt tjetër plotësues, vitamina C, që përforcon kremin e diellit, efektin, veprimin dhe kohën që ai duhet të veproj para se ne të dalim në diell. Dhe e adhuroj, e ruaj gjithmonë në frigorifer dhe përdor mëngjes dhe pastaj përdor kremin 50 SPF. Ndërkohë kremin 50 SPF unë sugjeroj verdimër për të gjithë njerëzit, duke filluar që nga fëmijët, meshkuj, femra nuk ka rëndësi, pasi dielli dhe atmosfera janë, domethënë, të shkatruara dhe mund të bëjnë dëm, si duke filluar që nga kanceri i lëkurës, njollat, mplakja. Sugjeroj që dhe bestseller janë bërë si fondatina me 9 funksione dhe 50 SPF që ka një pamje porcelan dhe nuk ke nevojë për make-up dhe nuk bëhet si llaç të vullosi poret. Më thash, ashtu dhe kremin e diellit porcelan me 50 SPF që është dhe për meshkujt, është pa ngjyrë dhe mbron në thellësi lëkurën. Gjithashtu e hidraton, krijon filtra antimplakje dhe nuk lejon diellin që të dëmtojë. Një ndër produktet që ka thyer rekord shitjesh është retinoli, është një formulë që unë nuk dua ta përmend me cilën firmë të shtrenjtë krahasohet dhe që e shesin 385 euro dhe ne e shesim me ofertë 45 nga 70. Retinoli është gjenerata e re që ka dalë, ai vepron në heshtje, si thon shumë punë pak zhurmë, nuk krijon irritime, është në trajt vajore, është dinamika më e fuqishme e vitaminës A që redukton rrudhat e thella apo të imta, rrudhat që mund të krijohen nga këmbët e patës, në pjesën e ballit dhe kudo, gjithashtu mund të aplikohet dhe në dekolte, siç thash është në trajt vajore, mjafton vetëm pak në darkë dhe të bën një punë të mrekullueshme pa të irrituar lëkurën. Dhe të bën një punë të mrekullueshme pa të irrituar lëkurën, duke ta lënë atë rinore dhe pa rrudha. Në eksperiencën tënde dhe klientat që ke shërby, cila është mosha më e vogël dhe mosha më e madhe që kanë përdorur produktet tuaja? Në shkruajnë dhe 15 vjeçe, po faktikisht unë nuk pranoj të shes produkte apo të konsultoj me 15 vjeçare, i them në shoqërinë e prindrit, sepse natyrisht që nuk janë të aftë të dinë dhe të shpenzojnë vetë dhe nuk dua të kem fare keq kuptime. Po mosha më e madhe? Ka qenë dhe mosha 70, e cila ka pritur për një javë të bëhet 30 me produktet, se di se si e ka dëgjuar videon,
unë si jam përgjegjëse, do me thënë se çfarë si e koncepton tjetri, unë në jetën time them që kam frikë Zotin, veten, edhe disa perceptime njerëzore të cilat janë të frikshme, dhe këtë e them më shumë për humor, sepse vërtet janë të frikshme. Tani 70 ajo do unë të bënte 30, kishte bërë dhe disa gold plasma terapi që e kishte shkatruar lëkurën sepse donte ta rinonte dhe priste ato djegjet që t'ja kuroj unë dhe të dilte 30 brenda javës. Anyway, kjo nuk ndodh. Një 70 vjeçare nuk mund të bëhet 30 dhe mund të më shkruani, mund të konsultoheni me mua, mund të merrni informacion se çdo njeri ka drejt të ndjehet, domethënë bukur. Edhe unë i them dhe stafit që klienti është mbret edhe dua t'i bëni gocat të ndjehen bukur edhe po s'blen. Mund të më shkruajnë, mund t'i jap një informacion, por mos të presin nga 70 bën 30. E di sa, a ke frikë nga plakja? Jo, se nuk do më plakem kur. Do me thënë tim plaku, po unë jo për vetë. Okay. Se nëse ka njerëz që thonë, ne, në bashkëpunim, ne do më plakemi bashkë. Jo më vlla, ti plaku vdesh, unë s'kam për ndërmend. Jo, nuk kam frikë nga plakja. Sepse mendoj që jam e bekuar në industrinë e duhur për të bërë kujdesur dhe të jem e hekurosur, se disa njerëz thonë që jo po rrudhat janë historia ime, janë kujtimet e mia, por rrudha nuk kanë ai kujtim të bukur, me thënë të vërtetën, kështu në brëndi. Të jemi të sinqert. Edhe nuk e di për çfarë duan ta shohin pasqyrë dhe ta kujtojnë atë kujtimin e hidhur, po si e pa hekurosur dukesh. Ja, Allah, hekurin. Okej, produktet Edis BioCare janë hekuri për fytyrën tuaj. A mund ta themi kështu apo është anti-reklam? Po, mund ta themi, jo, nuk është anti-reklam fare. Është simbolike. Mund të hekurosin. Okej. Jo hekuri, se hekuri nuk kuptohet ndryshe. Produktet Edis BioCare mund t'ju hekurosin në mënyrë që mos të jeni, domethënë, të pa hekurosura atje jashtë. T'jeni të mirëmbajtura, bukur dhe mos dëgjoj me fanatizëm, mos më thoni ti heq rrudhat se janë historia ime. Mbaj historinë, kujtoj si dush, për fakt të ndil me një lëkur, me një fytyrë më bukur, sepse nëse ti do të kthehesh në dhimbje ta mbash mend, mbaje mend. Megjithse në çdo plaga kurohet, mbyllet, po shenja ngelet, kështu që s'ke nevojë për rrudhat me motor për të kujtuar se çka ke heq. Kështu që produkte tjera? Një ndër produktet ose seti bestsellers është Barbie Botox. Mua më pëlqen ti përkëdhel gocat dhe prandaj e quajta Barbie Botox sepse është një formulë unike për princesha. Mund mos jetë për të gjitha, apo mund mos jenë gjitha princesha, por unë mendoj që gjinia femërore kështu karakterizohet, edhe nga momenti që unë kështu e karakterizoj, solla një formulë unike për trajtimin e flokëve. Flokë të dekoloruar, të keq trajtuar nga nxehtësia, nga procese të ndryshme që kputen, që bien, ne krijuam këtë setin Barbie Botox, i cili është nga 3 proteinat kryesore, acidi hylaronik, kolagen dhe qeratin, në një shishe 3 proteina dhe i gjithë seti. Si e ke thënë, qeratin, tamam si greke. Ashtu e thash. S'ka gjë, mbojmë. S'ka gjë. Sorry se ndërprer. E kam thënë si greke, domethënë. Tani shiko, ka ndikuar pak jeta atje. 3 proteinat kryesore që kontribuojnë në mbushjen e fibrës me ushqim dhe me jetë. Me fjalën Botox, ne nënkuptojmë mbushje. Me fjalën Botox, ne nënkuptojmë mbushje dhe duke qenë që ne nënkuptojmë mbushje me fjalën Botox, fibra mbushet me ushqim, me 3 proteinat dhe jo vetëm, sepse ka dhe nën përbërës të tjerë, duke qenë që 3 kryesorët janë këto, rrisin flokët për 25 ditë, japin një efekt pasqyrë flokut dhe rikuperojnë flokët e dëmtuar, të djegur apo të dekoloruar. Dhe Barbie Botox është bërë po aq bestseller sa produktet që janë të alopecisë apo produktet që janë shumë virale të fytyrës dhe kërkohet shumë nga vajzat. Biles ne detyrohemi bëjmë shumë paraprakisht një kërkesë për nga furnitorët tanë që prodhuesit tanë në Greqi, që mos tu mungoj dollapeve, sepse vërtet sapo vjen
avullon. Me sa diun ti shkon direkt deri te fabrika, shef çdo gjë vetë se ç'a bëhet, jo si shumica e dyqaneve që thjesht bën një porosi. Jo, patjetër, nga momenti që është brendi im, është me barkode, me kontrolle, i licencuar dhe regjistruar në mënyrën e duhur me standarde europiane, ne kemi aksesin që të jemi dhe brenda në prodhim. Okej. Cili do ishte mesazhi jot për një gru, për një zonjë, për një femër që sot ndoshta ndjet e humbur ose e ngecur, më thoj zot. Që mos të dorëzohet në versionin e saj të humbur, ajo nuk është e thyer, thjesht është e pa ushqyer emocionalisht dhe nuk vjen askush ta shpëtoj, por duhet filloj të investoj tek vetja, ta doj veten, ta kuptoj veten, ta ndjej veten dhe një grua e fortë nuk është ajo grua që nuk qan. Një grua e fortë është ajo që ringrihet pasi jeta e ka goditur fort. E di që je shumë spirituale. Edhe shumë gjana i definon edhe në mënyrë spirituale, filozofike, në mënyrë pak më të thellë se sa thjesht sipërfaqësorja. Ndalemi te dashuria. Çfarë është dashuria për ty? Dashuria për mua është një ndjej plotësuese e qenies, është një ushqim emocional që ne kemi nevojë për një lloj motivimi apo krijimi. Inteligjenca emocionale ndikon që ne të krijojmë dhe dashuria është një stimul i inteligjencës emocionale. Dhe nëse ajo është e shëndetshme, unë mendoj që ne mund të krijojmë shumë më fuqishëm. Dashuria në Shqipëri merret si dobësi, e kemi thënë edhe herë tjetër, por për mendimin tim është forcë. Është forcë dhe është një aset shpirtëror që gjithë secili nga ne ka nevojë. A të verbon dashuria? Nuk e mendoj. Dashuria e shëndetshme nuk të verbon. Toksike po, të verbon. Dhe ti idealizon personin përballë në mënyrën që ty truri apo organizmi është mësuar në atë gjendje alerti dhe e idealizon për të gjetur një mënyrë që ti ta mbash pranë. A mund të dush dikë më shumë se veten? Absolutisht jo. Edhe kur ti mendon që je e rrëmbyer, e verbuar nga pasioni, nga dobësitë e shumë tjera, absolutisht jo. Nëse ty do të duhej të zgjedhësh mes jetës tënde dhe tjetrit, natyrisht që do zgjedhësh tënden. Nëse dikush të thotë që hiqi syt, edhe këto ndodhin vetëm nëpër filma, e pralla, dhe t'ja japësh tjetrit, nuk besoj se do e bëhet të rrihen errësirë gjithë jetën. Do të ve pak në sfidë. Po në lidhje me fëmin? Po. Kjo është dashuri komplet pa kushte. Për fëmin po, do e bëje. Një nën për fëmin mund të bëjë gjithçka. Shumë herë thonë që është kjo shpreha popullore dhe vërtet është e bukur, pavarësisht se është demode, se ne jemi i çik brezi modernizuar, që mos qofsh nën që thonë, sepse nëna mban shumë pesha për hatër të fëmisë. Edhe për fëmin po. Po që të rrish i verbër, e verbër, dhe ai të shohë me sy tu botën edhe dikë tjetër, nuk besoj se është normale. Është jashtë çdo koncepti njerëzor, por besoj shumë në dashuri, në forcën e dashurisë dhe kush e merr dobësi dashurinë, është një njerëz që ka shumë trauma të thella me veten. Unë nuk kam frikë ta shpreh dashurinë. Nëse personi përballë pastaj ma merr dobësi dhe e keq përdor, atëherë problemi nuk është tek unë. Nuk mund të gjykoj veten, nuk mund të dënoj veten, sepse ne kemi dhe këtë tendencë që po sikur ta bëja kështu. Ti çfarëdo që të bësh, nëse ai nuk do ta shohi apo ajo, nuk do e shohi. Por kjo nuk do të thotë që të shkojmë në vetë sakrificë. Ajo nuk është më dashuri. Ajo është një qark i djegur toksik që zhvatës. Dhe unë si person nuk jam materialiste në asnjë dimension. As fizik, as material, nuk jam, domethënë, jap shumë, e shpreh, merre si të duash, përdore si të duash, ty të tregon, por ama në vetë sakrificë e quaj absurde. Tani ka shumë vite të dali një Romeo dhe Julieta e dytë. S'besoj se do e përsëriste dikush nga ne këtu në këtë studio.
Ti do vetë sakrifikohesh? Se di. Do i S'them jepje as pas jo, Do i jepje absolute. syt për dikë tjetër? Për fëmin besoj që Po po. flas për raport në marrëdhënie dashurie me partner. Po bëhem unë Shumë e tani. vështirë, më thënë drejtën. Po i bëj unë pyetje tani. Ma këtheu podcastin të shi. Nuk e di, më thënë drejtën. Po, përgjigje tamam se që di, ta unë marrim. mendoj që çunat janë më romantik se gocat. Vërtet? Po. Po të shi, i shef gjitha ndërtesat e larta, gjitha bizneset, çdo sukses, për kë bëhen? Për me bë qefin një femër, për me impresionu, për me i lanë gjithë botën. Jo Se them, unë e domosdoshmërisht. kam lexuar te një libër. Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht, edhe shikoj, është e bukur kjo që thej që çunat janë më romantik se gocat, por këtë barrierë ose këtë lloj gjëje ju çunat. Ndoshta se shprehim. Prish atë këtë barrierë, po pra, këtë barrierë, këtë lloj qëndrimi, pse mbajnë çunat dhe nuk e tregojnë, domethënë, femrës që vërtet është më i butë, më romantik. Atëherë është ajo që kanë frikë se merret për dobësi. E vërtet, po në mendoj që ne e shprehim me veprime, jo me fjalë. Duhet të shoqërohet veprimi me fjalë, sipas mendimit tim. Dhe nëse unë nuk mund të di as se çfarë mendon as se çfarë ndjen personi përballë, dhe veprime natyrisht që janë të bukura, por ti mund mos kesh mundësinë të bësh veprime materiale. Edhe sot është bërë një materializëm që unë s'dua të flas, sepse vërtet është krijuar një lloj neverie nga kjo pjesë dhe nuk më pëlqen fare, por ti mund të kesh për t'i dhënë dashurinë tënde, zërin tënd që ajo ta dëgjoj dhe ta di që je aty, dhe mund mos kesh ato pasuri për t'i dhënë dhe mund t'i ndërtoni bashkë. Kjo është shumë okay. Por nëse ti nuk ja thu, sepse ke frikë se merret për ego, atëherë ajo nuk mund ta di se si ti ndjehesh. Por nëse ti ke frikë se ai person ta merr dobësi, atëherë ti nuk e zgjidh personin e duhur. Interesante. A din ku e kam kuptu se që është dashuria? Nga kafsht. Që dashuria nuk ka nevojë për fjalë, nga kafshët. Po ne nuk jemi kafsh. Ja, Sepse po ndryshe do rrinim në kohën e majmunit. Evoluam deri tek AI. Robotat po punojnë për ne tani. Domethënë nga momenti që ne nuk pranuam të jemi kafsh dhe pranuam njerëz, kjo që na dallon është gjëja e komunikimit. Pra ne në kapi debatën me Disën se e ka Bën e ka mirë. përgjigje. Bën mirë që sa debates do fitosh kurrë. Okej. E Disa, do i rikthehem pak pyetjes fillimit te pjesa rrjeteve sociale, influencës e tjerë. Të shikoj gjithkohës aktive e tjerë. Po sa vështirë është ose sa energji, sa kohë të merr kjo gjoja për me kanë gjithkohës aktive on top, si më thënë. Jam aktive, por jo gjithmonë me fytyrë, sepse kam dhe unë orët e mia, të cilat mund të mos jem mirë emocionalisht. Dhe por unë jam kaq autentike, jam kaq e vërtet dhe njerëzit preferojnë të vërtetën se sa të glamurin që mund të doj dikush të shfaqi, edhe besoj se një nga gjërat që është pëlqyer shumë në rrjetet e mia sociale dhe ka një audiencë kaq të fuqishme është fakti që unë mund të dalë dhe me zërin ngjirur, mund të dalë dhe domethënë e pa krehur mirë, mund të dalë dhe të them që sot nuk jam mirë emocionalisht, por doja të merrja energjinë e mirë tuajën, dashurinë tuaj, dhe besoj se njerëzit me këto të pavërtetat, me këto që duan të shfaqin dhe këto dëmet që kanë bërë këto aplikacione duke treguar që je në një vend super luksoz dhe ndërkohë që s'ke bukë të hash, është domethënë tragjike dhe ndikon shumë në shëndetin mendor dhe përpiqem në të shumtën e rasteve, nëse nuk themi gjithmonë, që t'jem e vërtet. Sepse mbi të gjitha unë jam njeri, mund të ndjej, mund të qaj, mund të mërzitem, mund të përjetoj se çfarë të dua unë, dhe kjo nuk më bën as më pak të fortë dhe as më pak biznesmene apo një grua që është për të marrë shembull. Natyrisht që unë çdo situatë zgjedh ta përjetoj në mënyrën time dhe këtë e shfaq në mënyrën më të vërtetë dhe me shumë dashuri tek audienca ime. Desha ta mbyllëm me një pyetje që për mua është shumë e rëndësishme. Shumë të ri ose të paktën kështu thot media zgjellin për me ikja shtetit.
për me kriju karrierën e tyre ose një biznes e tjerë. Çfarë do i sugjeroje si e shef klimën e biznesit në Shqipëri? Sepse ti suksesin në Shqipëri edhe në Greqi e ke ndërtu. A e shikon si një tokë pjellore, pra një treg premtues? Patjetër, Shqipëria ka të gjitha standardet për të shkëlqyer në vendin tënd, suportohet në mënyrë shumë të mirë nga njëri tjetri, nuk flasim për njerëz që nuk kanë aftësi mendore të zhvilluar në kuptimin, jo mos ta themi aftësi mendore, nuk kanë aftësi të mjaftueshme të perceptimit dhe të vetdijes për të suportuar njëri tjetrin, por në Shqipëri suksesi është më i arritshëm se sa në një vend të huaj, pasi në një vend të huaj, guri rënd në vendin e vet. Dhe në një vend të huaj ti ngelesh gjithmonë i huaj, jo se shqiptarët nuk janë pozicionuar dhe nuk kanë shkëlqyer jashtë shtetit, por unë shoh Shqipërinë një vend me shumë perspektivë, me shumë dritë, me shumë suport nga të gjitha dimensionet dhe të gjithë të rive, sepse ne kemi tendencë do ikim për një jetë më të mirë dhe shkojnë përfundojnë lajnë shkallët, edhe pastaj kthehen prapë në Shqipëri dhe fillojnë prapë nga zero, por për të gjithë të rit, mendoj që të studiojnë, të investojnë në vete dhe në Shqipëri ka vend për të pozicionuar si një biznesmen i suksesshëm, të bësh një karrierë të suksesshme dhe të jesh një qytetar me dinjitet dhe me një emër apo me një familje që ti mund të kesh të gjitha kushtet për ta mbajtur. Edisa, shumë faleminderit për mentorshipin falas, edhe për energjinë e mirë që na jep gjithmonë. Faleminderit ju që na ftuat dhe na dhat mundësinë që të flasim edhe për veten jashtë kontekstit të biznesit, sepse ndonjëherë biznesmenët edhe keq kuptohen apo dukemi si një natyrë ftohtë. Faleminderit Giulio, sukses. Faleminderit, sukses.